Alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man walahu wa ba'd. Allahun Jalla wa ala falenderojmë, salavatet dhe selamet tona mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam i dërgojmë, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit e pasojnë. Vëllezër, nuk është e rendi që unë sot foli përpara jush, për shkak se kena dy misafir, dy hoxhallar dhe shokë të mi. Megjithatë ata din kushtojmë pak më vonë inshallah, mos na hikin. Shpresojmë që të përfitojmë inshallah pak edhe prej tyne. Po ne ta bëjmë adetin ton dhe rendin ton duke lutur Allahun xhallahu ala që Allahu ta pranon këtë mund tonin. Dhe mos na bën prej atyre të cilët zhgënjehen nga veprat e tyne, veprojnë të punojnë të lodhen dhe dalin përpara Allahu xhallahu xhelaluhu duar thatë. E një ditë kur ishim me këta vëllezrit tu lexuar në një ajet të surës El Furqan, përmendën fjalën e Allahu xhalla xhelaluhu, ku Allahu flet për një grup njerëzish, për veprat e së cilëve thot që u ka bë veprat heba'an manthura. Wal heba'ul manthur në gjuhën arabe është ai pluhuri të cilin ne nuk e shohim vetëm se në rastet të caktuara kur rrezet e diellit bien dhe ne jena nga ana e kundërt dhe i shohim atë pluhnin e vogël që normal nuk duket. Po për shkak se rrezet i bin në atë kënd, duket diçka prej këtij pluhurit i cili fluturon. Dhe kjo është el heba'ul manthur. Allahu ka përmend veprat e disa prej njerëzve se Allahu do t'i bëj në këtë formë ditën e gjykimit. Sadakaja e tij do të peshojë asgjë. Ardhja e tij për dëgju ders dhe për tregu ders nuk do të peshojë asgjë. Namazi i tij do të peshojë asgjë. Gjithçka që do të jetë në mizanin e tij ditën e gjykimit është el heba'ul manthur. Allahu na ruaj. Elusi Allahun që Allahu na ruaj nga kjo gjendje dhe të na i ruaj veprat tona. Ne vazhdojmë me lejen Allahu xhalla xhelaluhu, kemi treguar se në rënditjen kronologjike të ndodhive të sirës së pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam jena në vitin e 7 të hijretit, gjithsesi në fillim të vitit të 7 të hijretit. Dhe kuptohet pasi që muslimanët ishin kthyer nga Hudejbije në Medinë, ndodhen disa gjëra dhe në krye të së cilave ishte shkresat të cilat i dërgonte i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam te prijesit dhe mbretnit e asaj kohe. Mirë, po ne do të përmendim inshallah taala dy gjëra të cilat njëra paraqetat pjesën private të jetës së pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam dhe tjetra paraqet një gjë e cila lidhet me interesin e përgjithshëm të muslimanëve të Medinës të asaj kohe, rrjedhat e së cilës do të shpihen tek një betejë dhe një ekspeditë ushtarake, të cilën do ta udhëheqë i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam një periudhë të shkurtër përpara betejës së madhe të Khajberit. E para lidhet me sihrin i cili është bërë të dërguarit Allahut alayhi salatu wasalam. Po është vërtetuar që pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam i pat ndodh dhe një sprov nga numri i madh i sprovave me të cilat Allahu e ka sprovuar dërguarin e tij, është edhe sprova se ai është goditur me sihr. Do me thonë sihri ka ndikuar tek i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam. Thotë el-Qadi Iyad rahimahullahu ta'ala, sihri ose magjia ne çka i themi, është një lloj smundje sikurse smundje tjera. Dhe një gjendje shqetësuese që mund t'i godet njerëzit, madje i godet edhe ata, do me thonë pejgambert e Allahut. Sikurse i godasin dhe llojet e tjera të smundjeve. Dhe ky mendim i plot prej muslimanëve se sihri ka mundësi që t'ju bjen të gjithë njerëzve, po jo mu, dhe në moment që ai ndjen se ndoshta ai është i goditur me prekje dhe cytje shejtanësh ose mësysh ose sihr, ai del nga lëkura e tij se sikur atij ka ndodhur diçka që nuk është dashmu të ndodhe, po mund t'ju ndodh tjerëve. Ne i themi o vllai jon, kjo i ka ndodhur të dërguarit Allahut alayhi salatu wasalam. E mos flasim për mua dhe për ty. Mos flasim për kojshin ton, për kushrinin ton. I ka ndodhur të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe do të përmendim detaje në të cilat tregon se si sihri ka ndikuar tek i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam. Po thotë el-Qadi Iyad rahimahullah. Thotë sihri ndikoi vetëm në anën e jashtme të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Do me thonë gjymtyrët në diçka simptome të dukshme të jashtme, jo në zemrën, në besimin apo në mendjen e tij.
Edhe pse kur thot ai në mendjen e tij ka për qëllim në perceptimin e gjërave përreth tij në përgjithësi. Po do të kuptojmë nga hadithi që i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam kishte një lloj ndikimi në një pikë ku ai harronte. Ajo është harronte rendin e bashortes tek e cila ishte në atë ditë. Do me thonë, nëse sot duhet të jetë tek Aisha, ai shkonte tek Hafsa. Dhe kjo harres ose kjo ngatres e ditëve të grave të tija ishte pasojë ndikimit të sihrit tek i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kur pejgamberi Allahut alaihi salatu wasallam kthehet nga El Hudaybiyah në Medinë, mblidhen disa krerë të munafikëve, të cilët në esencë ishin hebrej. Dhe disa munafik nga banorët e Medinës dhe shkojnë tek një person i cili kishte emrin Lebid ibn al-Asam, që ka mos pajtim tek dietarët, ai ishte me origjinë hebrej apo ishte i banor arab i Medinës, sidoqoftë duket se ka një lloj lidhje aleance ose familjare me hebrejt e Medinës, sepse ne treguam që pas dëbimit të fiseve të mëdha të hebrejve në Medinë, vazhdojnë Medinë që të ketë hebrej. Nuk ishin dëbuar të gjithë, ashtu që në Medinë kishin individ dhe familje të cilët vazhdonin të mbesin në fenë e tyre hebreje. E këto hebrej ishin të uborë dhe një ditë prej ditëve po i thonë Lebid ibn al-Asam, a nuk e sheh gjendjen tonë, dhe ku kena mërri me sihrin e Muhamedit, ka për qëllim me dinin e Muhamedit alayhi salatu wasalam. A nuk e sheh se ai ndikon me sihrin e tij te gratë dhe fëmijët tonë, a nuk e sheh se ndikon në përçarjet familjare tonë, e kështu me radhë, rezultati është se ata lypin nga Lebidi, që ti je njeriu më i ditur për sihr nga ana jonë, nga banorët e Medinës. Kështu që bani një sihr Muhamedit alayhi salatu wassalam. Tha, dhe po i bane sihr Muhamedit, në atë gjendje sa që ne ta asgjësojmë dhe ta shkatrojmë atë, do të shpërblim me një shpërblim të majmë. Kështu që Lebid ibn al-Asam e merr një kreher, dhe cop flokësh në këtë kreherin, dhe i mbledh dhe fryn dhe i mbledh ato me një livoret palmës dhe i vendos tek një bunar Medine dhe fryn tek ata dhe i bën sihr pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kështu që është transmetuar në hadith, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Cili vit i hijretit thamë është ky? Sa vjet i ka pat pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam? Sa? 59 vjet, po. Ina tu fol në fund jetës pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam, pa ajo që është përmend në hadith, është thotë se pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam ka ndjejnë në veten e tij diçka të çuditshme që nuk e ka njohur më parë. Ne nuk ina tu fol për një djalosh 20 vjeç, ndjen ndryshime hormonale, ndjen ankthim për spari herë në formë pak më të fortë, jemi tu fol për një burr. Pejgamberi Allahut ka afruar 6 djetat në moshës vet, ndjen trupin e tij gjëra të cilat janë të çuditshme dhe të huaja për atë. Kështu që pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam e ndjen këtë gjendje dhe kjo gjendje në disa transmetime thuhet që ka zgjat me atë 6 muaj. Po 40 ditë ka qenë në gjendje pak më të vështirë. Do me thonë, kur themi më të vështirë, kjo ndjesi e huaj të aj është ndjejt më shumë se sa periudat tjera. Megjithatë, funksionimi i përgjithshëm në jetën e tij, si udhëheqës në Medinë, si prijes i Medines, si krye familjar, si pejgamberi Allahut nuk është penguar nga sihri, po ka qenë gjendje të cilën ai vazhdimisht e ka ndjej. Pas një periudhe, thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, një ditë prej ditëve çohet dhe bën dua. Thot Aisha, pastaj u çua dhe përsëri bani dua, dhe u çua dhe përsëri bani dua, dua në këtë çështje. Dua në këtë sprov. Që i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam po e lut Allahun te baraka o teala që Allah më largo këtë gjendje. Një herë, e dy herë, tre herë të njëjtën situatë, njëjtin vend. E kjo ishte prej traditës së pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam, që kur ta lut Allahun për diçka, me një herë, ta lut 3 herë.
E pastaj pejgamberi Allahu te alayhi salatu wasalam po I thot Aishës radhiyallahu ta'ala anha. O Aishë thot, si mendon po që sa Allahu më është përgjigjur për atë të cilën unë ja kërkova? Si me I thonë, Allahu më është përgjigj. Pastaj tregon dhe thot, dhe më erdhën dy njerëz në transmetimin e Imam Ahmedit, më erdhën dy melek, Gjibrili dhe Mikaili. Njëri ul pran kokës time dhe tjetri tek këmbët e mia. Dhe I tha njëri tjetrit, për çka është I smund ky burr? Ai tjetri thot ju përgjigj dhe I tha, matbub, meshur, është I magjepsur. E I tha, e kush e ka magjeps? E thot ai tjetri I tregoi dhe I tha, Lebid ibnul Asam. E tha, me çka e ka magjeps? Tha, e ka magjeps me krahën, me kreher dhe me flok në atë kreher. E tha, ku e ka vendos sihrin? E ja tregoi, tha, bi'rin, bunarin në të cilin është fshehur sihri të cilin e pat bë ky burr. Pastaj tha, u çua pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam me disa prej shokëve të tij dhe shkuan te ky bunar. Dhe e gjetën krahnin atij ku I treguan me laçet, Gjibrili dhe Mikaili. Dhe I thot Aishës radhiyallahu ta'ala anha, oj Aishë, uji I bunarit ishte I kuq, do me thënë ishte në ngjyrë sikur se me ngjyn të kanën. Ishte aq I kuq, sikur se me ngjyn të kanën. Andaj thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, po pse nuk e nxorë o I dërguari Allahut alayhi salatu wasallam sihrin? Tha jo, nga se Allahu pa të shëruar prej tij, do me thënë nuk ndikon më, është kry puna e këtij sihrit. Atëherë thot, kisha frikë që mos të mendojnë muslimant ndonjë sherr se ka ndodhur diçka shumë e madhe. E kështu që I dërguari Allahut alayhi salatu wasallam nuk e dramatizon çështjen për te kufive të saj, as nuk e rit më shumë se sa që duhet. Po është diçka që më ka ndodhur mua, unë e kam ndje, ju nuk I keni pa pasojat, kështu që s'ka nevojë ta bëjmë shumë të madhe. Andaj urdhnon që bunari të mblohet me dhe dhe të mbyllet. Dhe mbyllet ky bunar në të cilin I është bë siher pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Në këto rrethana vëllezër, dikush mund të thotë nëse kjo I ka ndodhur pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam, po ç'mbet puna me mua. Çka të bëj unë, yerhamukallah? Çka të bëj unë? Nëse ai me gjithë këtë ibadet, me gjithë këtë përkushtim, me gjithë këtë përqendrueshmëri në rrugën e Allahut, Allahu pa të godit me këtë sprov, pa ne tjertë. Në këto rrethana Allahu I zbret pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam dy sure, për cilat thot pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam, nuk është mbrojt dikush me diçka më mirë se sa me këto dy sure. Ato janë Qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. Andaj ardhja e Gjibrilit dhe Mikailit në tokë për t'i treguar pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam për sihrin dhe vendin e sihrit nuk është vetëm për këtë gjë, por është edhe me zbritjen e këtyre dy sureve, të cilat janë mekanizëm mbrojtje për çdo një I cili I lexon këto dy suret. Për këtë shkak, kjo sprove pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam është mësim për mua dhe për ty. Që ne mund të goditemi me sprova të cilat I kena menduar se ndonjëherë kena menduar se kjo e godet vetëm dikë I cili është larg nesh. Po mund na godet neve, jo dikë përreth nesh. Dhe kjo sprov po mund na duket neve pse mu. Sepse njeriu shpesh kur e sheh sprovën tek tjerët nuk pyet pse atë, po kur godet sprovat e ai pyet pse mu. E pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam nuk e ka bë këtë pyetje pse mu. Po është mundu që të vazhdoj jetën, të vazhdoj lidhshmërinë e tij me Allahun, dhe kjo sprov ishte shkak I zbritjes së këtyre dy sureve, me cilat ne bëjmë mekanizma mbrojtëse nga sihri, nga msyshi, nga hasedi dhe nga çdo lloj smundje të kësaj natyre. E këtë do ta përfundoj me një thënie të Ibnul Qayyimit rahimahullah, I cili thot kështu: nga ilaçet më dobishme kundër sihrit janë ilaçet hynore, prej dhikrit, ajeteve dhe duave. Do me thonë njeriu do të jetë njeri I dhikrit, njeri I Kur'anit dhe lutjeve. Kur zemra thot është e mbushur plot me Allahun,
Kjo është çështja e parë. Që zemra jonë të jetë plot me Allah. Ne të frymojmë me Allahun, të jetojmë me Allahun, të jetojmë për Allahun xhelle xhelaluhu. Kur zemra të jetë e mbushur plot me Allahun dhe e zhytur në dhikrin ndaj Tij te baraka u taala, dhe ka një wird kemi treguar është lloj adhurimi në formë të dhikrit dhe lutjeve të cilën njeriu nuk e lën për dishmërinë e tij. Po është diçka e zakonshme për atë. Ka wirdin e mëngjesit, ka wirdin e mbrëmjes, ka wirdin e Kur'anit, ka wirdin e do dhikreve tjera. Thot, dhe ka një wird dhe drejtim dhe kahje të qartë në lutjet e tija. Din kë e lut dhe si e lut, te baraka o taala. Të cilin wird nuk e lëshon kur dhe ka gjuhë e cila përputhet me gjendjen e zemrës së tij. Nuk është gjuha ndryshe e zemra ndryshe. E si kur fjalët e Ibnul Qayyimit rahimahullah aludojnë në rëndësinë e gjendjes së zemrës tonë o vëllezër. Sihri, mësyshi, cytjet e ndryshme dhe probleme tjera shqetësuese të kësaj natyre, sikur nuk kanë mundësi të mërrin tek njeriu i cili ka zemër që ndosh që jeton me Allahun, sikur se mrin tek një zemër e cila është bosh. Jo se këtë zemrën e parë nuk e godet diçka e tillë. Jo, dashojmë se e godet dhe e pam se e godet. Megjithatë, mekanizmat mbrojtëse te kjo zemër, që është përplot me dhikr dhe dashuri ndaj Allahut, nuk i ke te kjo zemra e dytë. Zemra e dytë gardin e ka poshtë. Ajo vetëm pret grushtin fytyrë. Zemra e parë po, mund të hajë grushtin, megjithatë nuk e ha pastër sikur se e para, e dyta. Për shkak se gardi është lart. E kur është gardi i lartë dhe ky mekanizëm mbrojtës, kuptohet që ndikimi i këtyre cytjeve të jashtme nuk mund të jetë i njëjtë. Vazhdon Ibnul Qayyimi dhe thotë: fuqia e ndikimit të sihrit, dhe kjo është ajo të cilën duhet ndalemi pak. Fuqia e ndikimit të sihrit është tek zemrat e dobta. Prandaj edhe prek, thot Ibnul Qayyimi, prandaj thot, mës shumë ti i prek gratë, fëmijët dhe ignorantët. Gratë, fëmijët dhe ignorantët, sepse shpirtrat e këqij ka për qëllim çfarë? Po, sepse shpirtrat e këqij, xhinët dhe shejtanet, ndikojnë vetëm mbi shpirtrat që janë të përshtatshëm për këtë ndikim. Sikur unë e kam përgadit enën në të cilën do të mbush ky shpirti i keq gjë që do të ndikon tek unë. Sikur unë e përgadis terrenin për këtë ndikim që do të ndodh tek unë. Dhe kjo fjali e fundit e Ibnul Qayyimit, në shikim të parë nuk merr parasysh hadithet që i lexuam se kjo ka ndikuar edhe tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Për këtë shkak Ibn Hajeri në Fath al-Bari e ka komentuar këtë thënie të Ibnul Qayyimit. Dhe thot kështu: dhe kundërshton këtë, do me thonë thënien e Ibnul Qayyimit, hadithi i këtij kapitulli, hadithi që e lexuam pak më lart, se i dërguari Allahu te alayhi salatu wasalam është ndikuar nga kjo gjendje. Është ndikuar nga sihri. Thot, sepse magjia, thot, ka pat ndikim tek i dërguari Allahu te alayhi salatu wasalam, me gjithë pozitën e tij të lartë, sinqeritetin e tij të plot dhe lidhjen e tij me Allahun dhe qëndrueshmërinë e tij në fenë e Allahut. Gjitha këto i kish pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Njeri më të sinqert, më të devotshëm, më të ditshëm rreth Allahut se pejgamberi Allahut alaihi salatu wasallam nuk ka. Megjithatë, sihri ndikoi tek i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Thot Ibn Hajeri, por dallimi mes dyjave, thot, duket se mund të jetë se fjala i Ibn Qayyimi thot është për gjendjen e përgjithshme. Në përgjithësi nuk ndikon tek njeriu i cili e ka këtë dhe këtë për gjërave që i ka përmend Ibn Qayyimi. Ama a ka mundësi të ndodh, thot Ibn Hajeri, ndërsa ajo që i ndodhi pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam vetëm është tregues se një gjë e tillë mund t'i ndodhe njeriu i cili është në këtë gjendje. Kështu që çka mësojmë vëllezër nga kjo gjë? Mësojmë se mekanizmat mbrojtëse
të cilat ne duhet i vëmë funksion kundër këtyre gjërave, ka mundësi ndonjëherë që mos të ndikojnë ashtu si që duam ne. Por ama duhet kemi parasysh. Sa i cili ka bo sihr pejgamberit Allahut alayhi salatu wassalam, nuk është sihirbazi i rëndomt, këtë ta keni parasysh. Është sihirbazi më i fortë në Medinë. Kështu që jehudit, kur e kanë pa ndikimin e islamit tek banorët e Medines, e kanë krahasuar me ndikimin e sihrit të këtij Lebidit tek njerëzit tjerë. Andaj kanë shku tek ai dhe i kanë thonë o Lebid, i cili në atë kohë thuhet që ka qenë munafik, e ka shfaq veten si musliman. I kanë thonë o Lebid, ne duam që ti të ndikosh te Muhamedi alayhi salatu wasalam, si kurse ai ndikon tek ne, dhe ta shkatrojsh atë. Dhe po e bane këtë, ne do shpërblim fort. Kështu që sihri me cilin është ballafaqu i dërguari i Allahut alayhi salatu wasalam nuk është sihr i rëndomt. Është sihr i veçantë përmes së cilit është synuar shkatrimi i jetës së pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam. Po kuptohet që mekanizmat mbrojtëse që i kishte dërguari i Allahut alayhi salatu wasalam nuk e kanë lejuar me lejen Allahu xhallahu ala që të ndodh kjo gjë. Por efekti dhe ndikimi minimal ka ekzistuar. Ajo që na mbetet neve, që jetojmë një jetë larg Allahut pa dhikr, pa wird, pa leximin e muawwidhatain, felekit dhe nasit. Andaj Ibn Qayyim i tha, në shumicën e rasteve, kjo gjë, ky efekt duket tek kush? Tek gratë, tek fëmijët, edhe tek ignorantët. Dhe këto tri grupe njerëzish kanë një element të përbashkët, ajo është neglizhenca ndaj dhikrit. Është neglizhenca ndaj dhikrit. Fëmia si fëmijë, gruaja angazhuar me fëmijët, e ignoranti për shkak se nuk e madhron Allahun siç duhet. Detyra e njeriu që është në kryet një familjes, krye familjarit, është që të kujdeset për gruan dhe për fëmijën e tij, që të përkujton atyne. Të lexojnë Qul a'udhu bi rabbil falakin, Qul a'udhu bi rabbin nasin, ta bëjnë dhikrin e mbrëmjes dhe mëngjesit, të lexojnë librin e Allahu xhalla xhelaluhu dhe ta dinë se ndikimi i këtyre gjërave tek ne është shumë më i lehtë se sa tek i dërguari i Allahut alayhi salatu wasalam, sepse është smundje sikurse smundje të tjera. Siç tha el-Qadi Iyad në fillim të ligjëratës tonë. Kështu që vëllezër, ne kemi përgjegjësi ndaj vetes tonë, po kemi përgjegjësi edhe ndaj njerëzit të cilët jetojnë nën hijen tonë, thojza, nën kujdesin tonë. Dhe kujdesi numër 1 është që t'i ruajmë ata me atë me cilën e ruan Allahu robin e tij. T'i këshillojmë ata dhe të largojmë neglizhencën prej tyre në këtë aspekt, që mos t'i godet ata diçka e cila i shqetëson ata, po do të na shqetëson edhe neve. Edhe mos ta trajtojmë sihrin sikur se është fundi i dynjas dhe ka ndodhur kiameti se mu më ka ndodhur sihr ose dikujt në familje. Se ju ka ndodhur njerëzve më të mirë se ne. Dhe është smundje sikur se smundje të tjera. Askush nuk do të smuhet me astëm. Askush nuk do të ketë sulm në zemër, infarkt. Megjithatë ndodhen. Dhe askush nuk do të goditet me sihr, po i ndodhen dikujt, lut Allahun që Allahu të na ruan neve dhe familjarët tonë, na ruan motrat dhe vëllezërit tonë, prindët tonë nga çdo e keqe e cila mund të na godet. Me pjesën tjetër ose rastin tjetër do të vazhdojmë inshallah taala ligjëratën e ardhshme.